Po vazhdoni të jeni me 5 ditë në tribunë. Shkova tani për intervistën e parë, kemi të ftuar zonjën Merita Mali, që është nga zyra për media e komunës së Prishtinës. Tashmë parë për festivalet të shumta që do të mbahen dhe janë mbajtur gjatë kësaj periudhe, sidomos këtë sezon të nxehtë, keni qenë të informuar për festivalin e ëmbëlsirave. Besoj që është diçka e re edhe për juve, por edhe për kryeqytetin. Për të gjitha detajet do të kuptoni në vazhdim, do të filloj me 4 të këtij muaji. Përshëndetje, mirë se erdhe Merit. Mirë se ju gjej. Jemi mirë se ardhur, na trego pak për këtë festival që do të nisë me 4 korek në Sheshin Zahir Pajaziti në kryeqytet. Po, prej datës 4 korek kemi planifikuar që në Sheshin Zahir Pajazitit ketë një festival i ëmbëlsirave. Kësaj i ka paraprit gjithsesi një konkurs ku është dashur që prodhuesit e ëmbëlsirave në Prishtinë të lajmërohen, të konkurrojnë dhe të jenë të përzgjedhur nga një juri e cila faktikisht është bërë një komision në kuadër të drejtorisë për shërbime publike të komunës së Prishtinës dhe pas zgjedhjes e cila do të kryhet sot dhe shpresojmë që do të ketë biznese mjaftueshëm që të jenë të pranishme në Sheshin Zahir Pajaziti, ku do të plotësohen prodhimet vendore, që është edhe qëllimi i këtyre tregjeve kryesisht, dhe të jetë, kjo do të thotë, ky festival i ëmbëlsirave është paraqit që të ketë që temë ëmbëlsirat dhe pjetë freskuse, e që në një farë mënyrë edhe mlidhet me festën e Bajramit dhe me ëmbëlsirat cilat zakonisht janë prag të festave, ato janë ushqimi preferuar zakonisht i njerëzve. Shpresoj që mos t'i zë baklava shumicën atyre dhe të shijojnë edhe këto të cilat janë në shesh. Po tash ajo varet prej shijes kush çka preferon, por atë edhe do të planifikojmë që sigurisht të ketë laramanit në zgjedhje të ëmbëlsirave, kështu që kush çka preferon atë edhe zgjedh dhe bën. Me siguri ka pas kritere që është dashur të plotësojnë ata të cilët kanë konkurruar, është dashur gjithsesi të jenë prodhues të kenë një biznes, apo kemi edhe shumë gra të cilat përgatisin nga shtëpia me porosim. Kësaj radhe Komuna e Prishtinës ka, do të thotë, patjetër ka qenë kriter që të jetë biznesi regjistruar, do të thotë të ketë numrin e biznesit, të jetë i regjistruar, të dihet selia ku është, të ketë numrin fiskal, kështu që të mund të evidentohet, për shkak se edhe aplikimi shkon në atë formë, që janë kriteret bazë për aplikim. Gjithashtu edhe janë kritere tjera normal për mbajtja e etikës, për nëse mirët hapësira në shfrytëzim e Komunës Prishtina, duhet respektohen rregullat e shfrytëzimit të kësaj hapësire, të paguhet një shumë simbolike faktikisht, që është 10 euro për metër katror, ndërsa Komuna e Prishtinës si një lehtësim këtyre bizneseve ju ka dhënë në shërbim jo vetëm hapësirën ku do të vendosen ëmbëlsirat, po edhe shtëpizat, të cilat kanë qenë shtëpizat vendosura në tregun e fundvitit, që i ka përcjell festat e fundvitit, kështu që është para pa vetëm tema do të jetë tjetër, edhe do të normal është koha ndryshe, tash ato kanë qenë të fundvitit festivalet, kjo do të jetë një farë mënyrë si një fillim i festivaleve verore. Po, për sa ditë do të jetë i hapur në simultani? Kjo është para pa të jetë një javë, do të fillon prej 4 koriku deri në 11 korek, është një ditë para ditës së Bajramit dhe normal vazhdon të javën. Pas asaj do të ketë aktivitete tjera, si gjithmonë edhe në shesh ka shumë shpesh aktivitete të ndryshme, qoftë të sponsoruara nga Komuna e Prishtinës, ndonjëherë edhe me iniciativa tjera, ndonjëherë me marrëveshje të përbashkëta. Do të thonë kryesisht shikohet që Komuna e Prishtinës ka gjithmonë e hapur që të ketë aktivitet në Sheshin e Prishtinës, në gjitha sheshet, jo vetëm në njëre, por kryesisht Sheshi Zahir Pajaziti është ai më i preferuari i të gjithë për me ekspozu gjanat. Normal hapësira është më e madhe, frekventimi i qytetarëve është shumë më i madh, edhe mënyra më e mirë për mi plasu, edhe vendi më i mirë është sigurisht që ajo pjesë e sheshit. Kur jemi të ushqimet edhe në këto temperaturat të nxehta, gjithsesi duhet kemi kujdes edhe për afatin e tyre, qëndrueshmëri, sa duhet ta kenë të tjera, me që ndonjëherë mund organizmi të mos na pranojë diçka që qëndron shumë gjatë në diell, plus ka të bëjë me një festival që do të zgjatë disa ditë, a keni paraqit dhe gjitha këto? Gjithsesi, aplikuesi duhet të dinë që duhet të kenë frigorifer dhe diçka që përshtatet për me i mbajt ato ëmbëlsira ashtu si duhet, se ëmbëlsira as nuk ju duhet shumë për me nejt jashtë, për me
për me u prish spaku Çokolada forma. me u shkri. Spaku forma, kështu që ata do të kenë frigorifert me që edhe furnizimi me rrymë dhe gjithat janë në shesh, ato e din kryesisht, dhe është normal një për kritereve që ato të mbahen mirë, mirë po është edhe një përparësi për shkak se gjitha bizneset të cilat operojnë në Prishtinë janë shumë afër dhe mund të plotësojnë ato mungesën e atyre produkteve të cilat shiten më shumë. Po edhe ne e kemi para pa që pjesa e pas ditës do t'jetë ndoshta edhe mbrëmjes pak më e frekventuar, edhe pse orari i festivalit do t'jetë prej orës 9 deri në orën 23 në mbrëmje. Mirë po edhe ne mendojmë që mas orës 6 mas dite, do të thotë mas orës 18 do të ketë edhe më shumë njerëz dhe më shumë kërkesa për to. Faktikisht ne do startojmë me këto si një pilot projekt me thonë. Me provu se si po ecën. Nëse ndej shohim se si do të zhvillohet më tutja, do të bëhet prapa, apo jo, apo do të merr ndonjë formë tjetër, ajo do të shihet në bazë të asaj çfarë të marrë. Vetëm bizneset e Prishtinës, jo të tjera të cilat janë. Nuk ka edhe aq shumë hapësime që janë 12 shtëpiza të cilat mund të vendosen në sheshin Zair Pajaziti dhe nëse plotësohen ato për fazën e parë mendojmë që do të jetë mjaftueshme. Spaku sa më pasi për rrjedh. Po. Ideja e kujt ka qenë? Ka qenë ndonjë ide autorit të cilët vetë janë prodhues apo vetë po ka pas ide normal neve për gjithçka vinë edhe na konsultohen në komuna kish mujt me u bë kjo apo ajo me ideja të ndryshme ka. Normal që edhe festa e fundvitit ka me një ide, me një propozim. Këto tregjet e në përsheshet kryeqyteteve sidomos janë shumë aktuale edhe në përbot, nuk është që vetëm na po e bëjmë këto, po është një tradit mjaft e madhe, mjaft e gjatë në për kryeqytetet edhe të Evropës edhe ma gjërë që të bojnë tregjet të stilit mobil, do të thotë përkohësisht, për në bazë sezonës, bazë temës, apo bazë ngjarjes për cilën po bëhet, kështu që edhe ne po mundohemi që të marrim një hap me trendet evropiane dhe botërore, edhe për shembull ka Ljubljana ka një treg të tillë, edhe Sarajeva për shembull, më ndekemi për shembull ka rasti me pa në Maroko, është që 300 vjet një sipërfaqe e madhe e sheshit të cila non-stop hiç pa ndalë e ka tregun edhe të ushqimeve edhe të produkteve të cilat janë tipike vendore për cilat turistët vinë prej krejt anëve të botës. Dhe si duket po mirë pritet, e kemi edhe tregun mobil që po lëviz në përlaqe. Edhe tregun mobil është shumë ka fillu me marrë hovë, me prodhimet vendore cilat vendosin aty, të pemt dhe perimet kryesisht, e ndonjëherë edhe gatime ka, marall, por ka edhe ato. Dhe frutat fata. Po, frutat, do të produktet kryesisht vendore, dhe kjo është një përparësi për prodhues tonë, me që munden edhe jo vetëm me i prodhu, po edhe me i plasu drejt për drejt e konsumatori, kështu që mendoj që është një lehtësi mjaft e madhe. Po, ata obligim ndaj komunës kanë vetëm pagesën e hapësirës të cilën e shfrytëzojnë, të gjitha ato ardhurat e tjera janë të tyre. Gjithsesi. Për shembull, ne po shohim edhe praktikat e shteteve tjera. Para disa jave kemi pasur një vizitë prej tregut të komunave të Barcelonës, që është për shembull një aspekt shumë i mirë, për shembull edhe pse nuk na ka njoftë Spanja, mirë po komunikimi ndër qyteteve është i pranishëm, do të thotë i krijon tregtia, i thënë ato barriera politike dhe po ka pas në një takim, ata kanë qenë, kanë pa dhe tregun mobil, kanë bashkëpunu, kanë pa, për shembull, ata kanë në Barcelonë, për shembull, dhe kanë problemin pse produktet e tyre, prodhuesit e tyre kanë shumë larg me ardh deri në Barcelonë, për shembull, për me 100 ose më shumë kilometra, ndërsa te na e kanë shumë ma lehtë për me ardh deri në Prishtinë dhe me plasu produktet e tyre, kështu që e kanë pasur një përparësi e asaj që shteti është pak më i vogël, më i afrueshëm edhe më i kapshëm për qytetarët e prodhuesit. Po, do të thotë po mundohem me i marrë dhe praktikat e tjera, eksperienca, qoftë mira, qoftë këqija që me pasin një bazë. Dhe kjo e gjithë bëhet me bashkëpunime, me vizita ndër shtetërore, ndër qytete? Po, dhe kryesisht në varësisht prej temave, në varësisht prej organizatave, ashtu edhe organizojmë edhe pritjet, edhe vizitat, edhe për shembull, kur kanë qenë këta prej Barcelonës, është dashur vend se të martën me bot hanën, për shkak se ata të martën nuk kanë qenë këtu, e tregu mobil ka qenë prezent hanën, që nuk ka qenë orari i parafar, kështu që me të vërtetë po fillon me u kriju një traditë dhe një mundësi, s'paku e dijnë
konsumatorë që edhe konsumatorë që mund të jetë dita kur ata mund të blejnë produktet e freskëta, edhe për prodhuesit që mund t'i plasojnë prodhimet e tyre. Po, dhe idetë e mira pse mos të kopjohen? Të kopjohen në mënyrë origjinale, ndoshta jo ti Na i përshtasim me kushtet edhe me rrethonat tona, kështu që nuk është problem. Mirë, çfarë tjetër do të kemi në kryeqytet dhe në shishet tona? Kryeqyteti do të jetë me disa organizime të ndryshme. Kryesisht për shembull do të jetë edhe birfesti mas disa jave, ka fundi i mujit, mujin e kaluar kemi pas mjaft të angazhuar, do të thotë ka pas mjaft tenda edhe për shkak të Euro kësaj kampionatit evropian, edhe ka qenë mjaft dinamike, madje ka qenë edhe festivali organizuar përmes të Aleancës Franceze, Ditët e Muzikës, madje ka pas mjaft aktivitet, kështu që do të vazhdojmë edhe më tutje. Ndonjëherë ato janë më parë të planifikuara, ndonjëherë i bëjmë edhe pak ad hoc. Për mëndimtarët nuk dihet nëse do të kemi diçka konkrete. Do të kemi diçka, po konkretisht ndoshta sot nuk kisha me fol për ato, me që nuk është konkrete dhe mos të japim para kohës. Do nisim pra javën me ëmbëlsira dhe shije të ndryshme. Shpresoj që do të na shkojmë ëmbël gjithmonë. Po, edhe unë uroj ashtu, të falenderoj shumë që ishe pjesë e jona, nëse ke diçka për thënë dhe kemi haruar. Faleminderit për juve, jeni të mirësardhur, nëse ju intereson ndonjë ndonjë temë posaçme, lerisht na kontaktoni. Ne jemi këtu për juve. Faleminderit për bashkëpunimin. Do të vazhdojmë tutje të nderuar shikues me një material tjetër, besoj që regjia tashmë vetëm e ka përgatitur.